Leonida, atëherë, përpara se të kalojmë tek dinamika, duam të dimë si është gjendja e fëmijës i cili ka mbetur i plagosur. Përshëndetje Fabiola, për fat keq dhe fëmia i tretë i cili ka mbetur i plagosur ndodhet në gjendje kritike për jetën në spitalin rajonal të Durrësit, atje ku byllat e bardha po bëjnë të pamundurën për ta mbajtur në jetë voglushin 8 vjeçarin i cili u dërgua vetëm pak minuta më parë pikërisht në urgjencën e spitalit rajonal të Durrësit. Sa i përket ngjarjes tragjike, e cila tronditi jo vetëm qytetin e Durrësit mesditën e kësaj të diele, por mbar opinionin publik, bëhet fjalë për një aksident i cili ndodhi rreth orës 14:30 minuta në zonën e Ishkëmjetës, në vendin ku ndodhem aktualisht, ku 3 fëmijë banor të zonës ishin të ulur në anë të trotuarit në hijen e një peme dhe po luanin me njëri tjetrin, ndërkohë që një automjet tip Mercedes ML me ngjyrë të bardhë po vinte me shpejtësi nga jugu në drejtim të veriut dhe pikërisht 10-15 metra përpara se t'u afronte fëmijëve ka humbur kontrollin, drejtuesi ka humbur kontrollin e automjetit, ka hipur sipër trotuarit dhe i ka përplasur fatalisht 3 voglushët të cilët po luanin me njëri tjetrin. Fatkeqësisht 2 prej tyre nuk arritën të mbjetonin plagëve, Fabiola. Qerje jërë zakonisht të rënda, janë të 3 fëmijët janë të moshës 8 vjeç? Janë të moshës 8, 9 dhe 10 vjeç, janë të 3 banorë të së njëjtës zonë, janë voglush të cilët dalin dhe luajnë pothuajse për ditë në të njëjtin vend, por këtu automjetet lëvizin me një shpejtësi të lartë dhe mbi të gjitha personi i cili ka shkaktuar aksidentin mesditën e sotme dyshohet që të ketë qenë në efektin e lëndëve narkotike ose në efektin e alkoolit. Ai menjëherë pasi ka parë se çfarë ka tranosur le të themi në një farë mënyrë kur pa trupat e pajetë të 2 fëmijëve, është thelluar dhe atëherë Leonida shokuar dhe ka braktisur automjetin dhe është larguar, më pas policia ka arritur. E kuptoj, duke rënduar akoma më shumë atë se çfarë shoferi ka bërë, pra ka vrarë 2 fëmijë të vegjël dhe një tretë është duke luftuar në këto momente. Çfarë janë fëmijët me njëri tjetrin? Fëmijët janë banorë të së njëjtës lagje, janë komshinj të njëri tjetrit, nuk është se kanë lidhje gjaku apo lidhje familjare mes tyre, janë të 3 banorë të zonës, është një zonë e cila është mbipopulluar pas viteve 90 me hapjen e migrimit. Kjo zonë ka qenë një zonë krenetore dhe më pas u mbipopulluan nga banorë të shumtë të cilët kanë ardhur nga të 4 anët e Shqipërisë. A ishin fëmijët vetëm në ato momente, Leonida, apo aty pranë kanë qenë edhe familjarët të tyre? Fabiola, kanë qenë vetëm fëmijët, duket automjeti i bardhë, ai është automjeti i cili shkaktoi aksidentin tragjik. 3 fëmijët, nëse mund ta shquani nga aty, është një top dhe pikërisht aty është një hije. Po? Një hije peme kanë qenë të ngjitur dhe të ulur tek disa gurë në trotuar, s'kishin të bënin fare me rrugën. Shoh që nga pra trotuari tek pjesa e rrugës ku kalojnë automjetet ka një distancë fizike apo jo? Po, patjetër, Fabiola, ka një distancë fizike rreth 2 metra, 2 metra e gjysmë, pasi ata kanë qenë më të afruar, le të themi, rreth objektit dhe disi 2-3 metra të larguar nga rruga kryesore, pra. Po thuaj se kanë qenë edhe larg trotuarit në një farë mënyre. Por gjithsesi, siç e shikoni automjetin i cili ja të ka përfunduar atje, automjeti ka humbur kontrollin, drejtuesi pikërisht rreth 10-15 metra larg vendit ku ka shkaktuar aksidentin dhe është ngjitur në trotuar. Ndërkohë shohim që kanë pamje të rënda, shohim që trupat e fëmijëve janë ende aty? Jo, janë transportuar, pasi shoh një. E kuptoj. Ata trupat e tyre, Fabiola, ishin bërë cop-cop, nuk dje si t'i Nuk lidhje. duhet të ndalemi shumë të detaj të tilla, Leonida, sepse janë vërtet edhe për shikuesit që na ndjekin, por edhe për të respektuar, le të themi, këtë tragjedi dhe hidhërim shumë të madh të familjarëve. Ka qenë me shumë shpejtësi, dua të them, është zbuluar se me çfarë shpejtësie ka qenë drejtuesi? Sipas ekspertëve të aksidentit, të cilët mbritën me njërë në vendin e ngjarjes dhe po punojnë me intensitet lartë për ta zbardhur dinamikën e plotë të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi qytetin e Durrësit mesditën e sotme, mendohet që të ketë qenë me një shpejtësi mbi 70-80 km/h. Por si duket, po sipas ekspertëve, drejtuesi i automjetit mund të ketë qenë në efektin e lëndëve narkotike ose në efektin e alkoolit.
Jemi të shokuar, Leonida, duke parë edhe këto pamje dhe duke parë edhe se çfarë ka shkaktuar, nuk e di moshën nuk është identifikuar apo jo shoferi, nuk e di mas çfarë moshë mund të ketë. Pra, është parë nga qytetarët në momentin që ka reaguar dhe është larguar? Shoferi është pikazur në kamerat e sigurisë të cilat kanë qenë këtu, po kanë dalë edhe banorët e zonës të cilët ndodhen në disa kanë qenë në rrugë në sa tyre, disa kanë qenë në oborret e banesave dhe ka pas lëvizje, është identifikuar personi i cili ka braktisur automjet dhe ka shkaktuar aksidentin. Sipas informacioneve të fundit që vijnë nga ana e policisë, është shoqëruar në ambientet e komisariatit të policisë Durrësit dhe po merret në pyetje. Shoferi që ka shkaktuar këtë aksident, po thuaj që është shoqëruar në këto momente? Po, bëjnë me dije nga ana e patrullave të cilat kishin dalë në terren për të kapur, për ta gjetur dhe për ta kapur, e kanë kapur dhe e kanë shoqëruar drejt komisariatit të Durrës, atje ku po merret në pyetje nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore. Leonida, duke qenë se aty është një zonë që ka banesa në të dyja anët e rrugës, ka dhe familjarë, ka dhe fëmijë, shkundër për raportojmë në këto momente, të cilët qëndrojnë edhe në trotuar. Sa i përket pjesës së rrugës, a ka, le të themi, pengesa që sinjalizojnë drejtuesit që në këtë zonë duhet të respektohet shpejtësia? Pengesa nuk ka, Fabiola, në këtë rrugë, ju i referoheni policëve të shtrira apo dhe elitarëve që banorët vënë në mes të rrugës, por kjo rrugë është e pajisur, është një rrugë të reja që është bërë në qytetin e Durrësit, është e pajisur me sinjalistikën e nevojshme. Është e pajisur me sinjalistikën e nevojshme. Ndërkaq, për të kaluar tek një tjetër kënd i kësaj ngjarje, sigurisht pa i hequr absolutisht asnjë lloj përgjegjësie dhe akuze drejtuesit të mjetit, por duke marrë parasysh që shpeshherë shoferët nuk janë as pak të ndërgjegjësuar, të kujdesshëm, nuk e marrin parasysh rrezikun dhe ndonjëherë barra e përgjegjësisë bie tek vetë qytetarët, tek vetë prindërit që kanë fëmijët. A ishte ai një vend që mund të qëndronin fëmijët apo është një, le të themi, një vend jo i përshtatshëm, se nuk di të gjejë dhe fjalët e duhura në këto momente? Po, mund ta shpjegoj unë, kjo është një rrugë, Fabiola, një rrugë lagje, le të themi në një farë mënyre. Voglushët kanë qenë pikërisht, nuk kanë qenë as në rrugë duke luajtur me biçikletë apo me top, çka i kanë dalë përpara automjetit, kanë qenë pikërisht në cep aty ndodhet edhe një lokal, në cep të lokalit. Ka qenë disa metra larg rrugës kryesore, larg rrugës. Ka qenë 2 metra larg trotuarit. Pra larg rrugës, larg trotuarit ishin e sapo vetë voglushët. Nuk është se kjo është një lagje që automjetet kalojnë me shpejtësi të lartë ose ka një intensitet lartë automjetet. Kjo është një lagje e cila nuk, kjo rrugë është rrugë vetëm për banorët e lagjes, nuk është rrugë që lidh lagje të ndryshme të qytetit të Durrës, apo mund të jetë një rrugë interurbane, çka do të thotë që automjetet mund të lëvizin me shpejtësi të lartë dhe në mënyrë ndonjëherë drejtues të automjeteve dhe të pakontrolluar. Kjo është një rrugë lagje, duhet të bësh syt nga 2 të bësh 4 për të udhëtuar këtu, sepse në momentin mund të hasësh të papritur, pasi ka banorë, nuk po themi vetëm për fëmijët, por ka banorë të cilët kalojnë në njëri kraj rrugës në krahun tjetër, duke marrë parasysh faktin që kjo është vetëm një rrugë lagjeje dhe jo një rrugë ndërlidhse qyteti apo që lidh lagjet e tjera me njëra tjetrën. Leonida,